Besnike Alia nga Prizreni, agronome me profesion, është një nga zërat më të angazhuar për avancimin e kultivimit të luleve në Kosovë, me një fokus të veçantë në përfshirjen e grave dhe të rinjëve në këtë sektor. Ajo shprehet e shqetësuar për mungesën e vëmendjes ndaj sektorit të kultivimit të luleve, duke konsideruar atë të lënë nën hije. Për këtë arsye, ka themeluar një organizatë jo qeveritare që ofron trajnime për fermerët, me qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive të tyre në kultivimin e luleve sezonale dhe shumëvjeçare. I kam përfundu studimet masterit Administrim Biznesi Agrobiznes, po përveç studimeve kam ndjekur dhe shumë trajnimet ku jam certifiku, trajnimet ndryshme në profesionet ndryshme, si marketingu i produkteve, konferenca ndërkombëtare, trajnime ndërkombëtare, për kultivim të luleve, e gjitha këto, gjë që më kanë dhënë edhe një ide tjetër përveç biznesit, ta themeloj edhe një organizatë jo qeveritare, e cila quhet Green Leaders Besila, ku ka gjithsej mbi 100 anëtarë të anëtarësuar, ka gra farmere, ka domethënë farmer, kultivues ndryshëm, të perimeve, të luleve, gjithçka tjetër, po ashtu edhe student. Si dhe përmes organizatës ne kemi implementuar projekte të ndryshme. Për herë të parë që para 2 viteve kemi mbajtur panairin e luleve, ku kanë marrë pjesë mbi 20 biznese pjesëmarrëse nga Kosova dhe Shqipëria. Po ashtu edhe vitin e kaluar e kemi mbajtur dhe synojmë ta mbajmë tradicionalisht këtë panair. Përveç panairit luleve, mbajmë panaire për produkte bujqësore, trajnime për fermer, për tri, për gratë. Përveç këtyne mbajmë trajnime të menaxhimit të projekteve. Kjo menaxhimi i projekteve është shumë i rëndësishëm, se sot nuk mundesh me qenë një ndërmarrës i suksesshëm, për pa qenë hulumtues i mirë, tregtar i mirë dhe me menaxhu projektet që i bën. Po ashtu, ata që mirën me punimin dhe menaxhimin e projekteve, u lehtëson me apliku për grante nëpër donator të huaj dhe nëpër ministri, me qenë se dihet se ata që bëjnë projekte edhe e kanë një çmim të caktuar dhe fermerët apo fermerët nuk e kanë atë mundësi në çdo aplikim me apliku për projekte. Ne kemi synimin që sadopak mi aftësu gratë dhe fermerët, po ashtu edhe të rinjët, që ata me i bë vetë projektet e tyre, që me pasën të ardhmen sukses. Përveç bashkëpunimit me kultivuesit, Aliaj është bërë një urë lidhëse nëpërmjet fermerëve dhe mundësive për të depërtuar në tregje më të gjera. Ne bashkëpunojmë me shumë kultivues të luleve, edhe pse edhe vetë kemi filluar me kultivim, por më shumë bashkëpunojmë me kultivues tjerë të luleve sezonale dhe shumëvjeçare si drunj dekorativ. Kërkesat për lule në tregun kosovar janë në rritje. Ndër më të kërkuarat janë lulet sezonale, si tagetis, begonia dhe sulfinia, por ka interes të madh edhe për drunj dekorativ dhe buqeta për ngjarje të ndryshme. Kanë filluar mu kërku lulet sezonale si tagetis, begonia, sulfinia e të ndryshme, se unë me emra latin, por ka këto dhe me emra popullor që i kërkojnë shumë, po ashtu dhe drujt dekorative për rregullimin e kopshtëve. Përveç aty në kërkuan edhe lulet zbukuruese të ambientit mbrenda, siç pisheni këtu disa lloje janë, si dhe buqetat janë shumë të kërkuara. Me gjithë zhvillimet pozitive, besnike Aliaj thekson se ndihma nga institucionet mbetet e pamjaftueshme, sidomos kur bëhet fjalë për përkrahjen e grave në bujqësi. Ministria Bujqësisë i ka përkrahur fermerët në përfushat ndryshme, përveç kultivuesve të luleve që nuk i përkrah me subvencione as me grante. Po kemi bërë kërkesë disa herë dhe shpresojmë që të ardhmen do të ndryshohet kjo gjë. Komuna na ka përkrah, po jo edhe ashtu mjaftueshëm siç ka nevojë ndërmarrës, sidomos gratë ndërmarrëse. Gratë ndërmarrëse kanë vështirësi të ndryshme edhe e kanë të domosdoshme përkrahjen e komunës apo të institucioneve. Për arsye se gratë shumë rrallë kanë të trashëguara prona, edhe kjo na vështirëson për me apliku edhe nëpër grante të mëdha, po ashtu edhe nëpër kredi për me rrit biznesin. Kisha bën një lutje direkt te komuna dhe te ministritë që mi përkrah sa më shumë edhe mi zbut pak kriteret e aplikimit.
Arsim Bytyqi, pas kthimit nga Slovenia në vitin 2009, ju përkushtua me familjen kultivimit të luleve në Prizren. Ai aktualisht ka të mbjella me lule sezonale dhe shumëvjeçare, një sipërfaqe prej 72 hektarësh. Pasi që unë u ktheva nga Gyrbeti edhe fillova këtë veprimtari. Me ndihmën e familjes kemi arrit që nga fillimi që ka qenë diku 10.000 lule, kur kanë filluar, ndërsa sot kemi prodhim deri në 500.000 lule sezonale, po kemi edhe shumë vjeçare. Shumë vjeçaret janë numër pak më i vogël, po kemi një sasi të mjaftueshme. Sezonale vjen dikon përmi 20 deri 25 lloje. Shumë vjeçare edhe ashtu edhe ato janë 20-25 lloje, ku ka përfshihen edhe drujt dekorativ, edhe pisha, edhe llojet luleve shumë të mëdha, që bëhen edhe të mëdha, që janë për oborre, për dekore të oborre. Lulet sezonale i dojmë familjarisht, i dojmë edhe kemi fillu pa në ndihmën e kërkuit, përveç ministrit që na kanë dhënë pak në mbështetje në përsera. Kultivimi i luleve është pak i vështirë. Është i vështirë sa që ta krahasoj me rritjen e fëmijë të vogël me bot madh, por kjo don se kjo nuk den as me fol as me kërku asnjë gjë. Don kujdes shumë të madh. Shumë madh. Edhe klientat kur t'i blejnë, duhet me pas kujdes në ujitje, jo me ujit kur nuk ka nevojë, po pasi që të lodhet, edhe me ujit tani shumë e mundon, duhet keni kujdes në ujitje, duhet bëhet spërkatja atyre për insekte, deri 2 herë në vit, pasi që të mjellen në ambientet jashtme. Na këtu i spërkatim edhe më shpesh, se ka smundje të ndryshme, duhet të ketë shumë kujdes për lulet sezonale. Sipërfaqet e serave janë dikon 72.000 metra katror. 72 ari, që i bjen 72.000 metra katror. Me nxemje janë dikon 30 ari, 3.000 metra katror, ndërsa tjerat janë pa nxemje, që s'ka nevojë për nxemje. Në sipërfaqet jashtme janë dikon 6 hektar. I kemi me qera një pjesë të madhe, pak to kemi tonën, shumicën e kemi me qera. Besnik Aliaj dhe Arsim Bytyqi janë të një mendimi se mbështetja institucionale është vendimtare për ta shndruar kultivimin e luleve në një sektor të rëndësishëm për zhvillimin rural dhe ekonomik të vendit.